Përshëndetje të nderuar dhe të respektuar dëgjuesit teleshikus, jo, YouTube shikus, Instagram shikus, ne s'dalim televizor kurkund. Faleminderit për momentin, po. Faleminderit që na ndiqni gjithmonë edhe sot jemi me dy miq tanët që me zor po I prisnim. Edhe mendojmë që ka qenë një puntat shumë e bukur. Patjetër. Ata janë kolegë në skenë, por janë edhe miq në jetën e përditshme. Edhe Albano dhe Romina Ladies and gentlemen, Marcela Qibuga dhe Vitmar Basha, mirë se na erdhët, jemi shumë të lumtur që kemi. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjejmë, se ne kishte marrë malli me u taku. Na bashkoi podcastin, mas një viti. Na bashkoi podcastin, më nisin jemi takuar edhe këtë verë. Po me Gentin pak më radh. Pas kam fajnon duket. Ka bë mungesa Gentin. Rasia edhe me ne, rasia. Faleminderit që erdhët. Ne jemi tek ata YouTube shikusët tuaj. Është në të rast. Ju ndjekim me kënaqësi. Faleminderit. Kemi kohë faktikisht pa bërë kështu biseda të mikrofonuara, po Kjo është më tepër bisedë kështu shoqënore, ne gjithmonë e bëjmë si bisedë shoqënore, kështu që mikrofonat janë thjesht për me tequ audion nga njerëzit. Ne thjesht flasim gjëra që kemi qef mi fol, që kemi qef mi ndall me publikun, kështu që do jetë një bisedë e këndshme dhe jo gazetareske fare, kështu që më tepër do bëjmë muhabet se sa pyetje shablon që ndodhin shpesh herë. Ne kemi për herë të parë këto prani. Ne kemi sefte. Po, me podcastet si herë kemi marrë pjesë. Kemi pa shumë podcaste, po asnjëherë s'kemi qenë si thonë. Pjesëmarrës. Faleminderit që na zgjodhët ne. Shumë kënaqësi. E vësi jeni herë. Si po shkon? Ti Marceli më tepër televizor, se Vitmari është tërheq kohën e fundit. Është më tërheqë. Dekadën e fundit. Është më turpshëm. Jo. Është kështu proces natyral që kanë rënë. Në moment që si thon, është se sigur ke pi 6 kafe, të tjetër do të pish kafen e 7 mos e burbo. Shumë ka ardhur edhe me çik me mediat ose me pjesën e promovimit që mund të bësh gjërave. Pastaj ekuilibrohemi me Marcelën. Unë jam më ekspozuar në të rast, po në puna. E do që t'jem pjesë e televizionit. Tani u bëm 15 vite që jam në Shqipëri edhe faktikisht për postë edhe muzikës është ndërmarrë edhe kjo udhëtimi I prezantimit televiziv që më pëlqen, më argëton. Duket. E transmeton 100%. Po si është rastisht edhe kjo pjesa? Jo, e kam edhe kërkuar, sepse unë kam qenë si fëmijë, kam qenë, e dashuruar pas televizionit, çfarë ndodh se brenda asaj kutije magjike që sidomos me televizionin italian. Kështu që kam pas ndjekur që e vogël, ka pas pëlqyer. Pastaj si testim ka ardhur natyrshëm. Ka ardhur kur unë ishim ende në Top Channel. Një propozim nga RTS-ja për të bërë një emision televiziv që quhej Turni I tretë, se transmetohej në orën 11 natës. Po. Dhe kemi patur faktikisht një rubrikë kisha unë mbi muzikën dhe intervistuesit, me thënë, intervista bazohej mbi këngët që ka shoqëruar jetën e të ftuarit. Dhe një rubrikë ishte mbi të themi artin më tepër kinematografik ose teatral dhe atë e kishte Ema Andrea. Ka qenë në radio kjo më duket apo televizion? Ka qenë si në radio dhe në televizion, një studio të vogël të radio televizionit shqiptar. Dhe aty me thënë vërtetova që më pëlqente kjo pjesa edhe entertainment, por me fjalën më shumë se sa me muzikën. Edhe kështu pastaj erdhi edhe ftesa nga vëllezërit Laço. Për të qenë pjesë e këtij spektakli. Para se të vinte kjo sigurisht ishte edhe një gjë rastësore që ndodhi gjatë pandemisë, kur Ardit Xhebreja kërkonte për një puntat o 2 puntata të zëvendësoj sepse për shkak të pandemisë ishte në shtëpi dhe nuk mund të dilte, do të ishte si thuhet me Covidin dhe më besoi mua një nga rubrikat e dielës shqiptare dhe aty testova që edhe në një ekran kombëtar, domethënë mund të mbaja një spektakël që e mban Arditi, që ka vite që e ka të tijën, e ka... Po para saj ke bërë këngën magjike, gjithë prezentimin. Pas asaj erdhi pastaj propozimi nga Arditi për të prezantuar festivalin Kënga Magjike, edhe shumë lezetoj. U futë dhe që brenda në Grac, si të në të raste, më lezeton. Ato e ke ose ke, oratorin
o e ke o nuk e ke, domethënë edhe dëshirë që të prezantosh. Ne kemi pas një ide me Renisin që të bënim, e kemi akoma. Po nuk të tregoj sherrin se Renisi do të më prezantu vetëm, i thoja jo, unë s'dal më prezantu një time se. Po ti ndërkohë atë punë po bën. Nuk është ta më prezantim, është ndryshe kjo. Po kjo është thash, prandaj thash në fillim. Unë mendoj që në fillim e thash është thjesht muhabet. Nuk, domethënë do të jesh, për mendimin tim do të jesh pak orator që të dalësh të prezantosh. Si mendon Marcela, do të jesh orator apo se edhe skenari do të vetën, ha? Po diskutonim edhe me Vitmarin tani që po vinin me makinë këtu te kjo, që televizioni ka tempe të ndryshme pastaj, do përgatitje ndryshe. Që ose do ta bësh mirë, flas, sepse ka të bëj shumë me pjesën e çfarë do prezantosh, sigurisht është një gjë që për shembull një emision mbi muzikën ndoshta do dilte thjesht, por një emision që ka shumë gjëra tjera përveç se muzikës, mendoj që është pak talent, po është edhe profesion vete. Pakta me çfarë po shikoj unë. Ta them unë gjë trash fare. Po ti je i zotin tavolinë që me majt tavolinën ti mund të jesh reprezentues i mirë. Po kështu mendoj unë. Ka lidhësh patjetër, domethënë do fundish në atë shinën e televizionit, po. Po bravo. Marsi këtë ka. I zoti me majt tavolinë mund të jesh dhe masin e 2 gotash. 2 ose 3. Jo, unë mendoj që atë s'lejohet. Unë mendoj që për ta bërë tamam, siç përmendova pak më parë që kanë pasur idhë ata të televizionit nga Pipo Baudo, nga Rafaela Carrà, nga këta të mëdhenj, Maravenier, për me mbajt një televizion që ka një kozjatje më të gjatë, ka dhe tempe të caktuara, pra ti do llogarisësh edhe improvizimet që mund të ketë një emision televiziv, se për shembull ti mund të kesh një skenar të caktuar, por personin që ketë ftuar Zafirin del nga pyetja, do të jesh i zoti që të kesh vëmendje, të jesh organik me të bësh një pyetje më ngacmuese, të nxjerrësh më të mirën nga që pra mendoj unë ka ca sekrete që ato janë në një farë mënyrë të lindura, sepse po të marrim në televizionin shqiptar këtu nuk kemi një shkollë që të përgatit për televizionin. Pra më po prezantues, mund të ketë shkollë për aktrimin, për regjisor, specifik për atë punë. Po për prezantues nuk ma do mendje që ka një kurs në akademi. Dhe kjo mendoj që vjen pak si talent natyral. Me siguri pastaj që do të kesh edhe një botë mbrapa, se mund ta bësh dot pa një botë dhe pa një talent edhe në të zgjedhur fjalën e duhur, momentin e duhur, me personin që ke përballë ose me kamerën. Pastaj është çështja e kamerave, që të shikosh kamerën kur ndizet, kur kalon. Ne kemi bërë shkollën, domethënë ka shkollë. Nuk është kaq e kollaj, nuk mendoj që është thjesht kush është i aftë në tavolinë mund të bëjë një program televiziv, sepse aty pastaj ke të bësh me një publik jo specifik që të ndjek vetëm ty, siç mund të jetë YouTube-i që unë ndjek filanin sepse më pëlqen bota, e di se çfarë argumentesh mund të nxjerrin në pa. Në televizion është përgjithësi tjetër pastaj, sepse ke të bësh me një masë më të madhe. Janë më kritik, në farë më të ftohtë. Pas diskutohet. Plus që janë produksione brenda televizioneve, do ti brenda televizioneve ke një drejtor, ke një pa detyra jote do të jetë justifikuar pse je aty dhe si e bën atë. Mendoj unë pastaj. Por që duhet i bëj përgatitje. Mua më pëlqen, kjo është e vërtetë, më pëlqen dhe bëj me kënaqësi. Prezanton me bashkëprezantues. Është çik më e vështirë. Ka ndodhur me Arditin, ka ndodhur me Pandin. Është më e vështirë. Është më e vështirë sepse duhet të kesh. Se pa me të parë duket si më e lehtë, se thosh nda, po them përgjithësinë, por aty do ta kesh më më mirë, se ke merrin ke pyetja brapa. Do të kapësh momentin tënd. Po bën pyetje ndërkohë ke merrin ke pyetja tjetër, pasardhëse. Po kur je veti dyti do ta kesh merrin edhe ke ajo tek tempi që ka personi që ke në krah. Po, për shembull, nëse ke të bësh me një bashkëprezantues që është i shpejt, ka një ritëm të shpejt televiziv, duhet të jesh edhe ti në të njëjtin ritëm, se përndryshe dallohet rënja, krijon bark, si themi neve në spektakël. Kur është pastaj pak më tregues, më i rehatuar, është më ndryshe, duhet të adaptohesh kur ke një bashkëprezantues ose kur ke një person tjetër në krah. Dhe varet gjithmonë pastaj nga çfarë spektakli bëhet fjalë. Një festival është tjetër gjë. Vëmendja. Është më vështirë për shembull, festivali Këngës Magjike apo një spektakël që me çdo javë si ç'është Këngë të Shekullit. Po për mua kam pasur përgjegjësi dhe vështirësi të dyja ndryshe, po me siguri që
unë mendoj që një spektakël, në momentin që ti del në ekran ke një përgjegjësi të jashtëzakonshme, pra nuk mund ta them dot kush ka pasur më vështirësi. Ka përgjegjësinë e vet. Ka përgjegjësinë e vet sepse bëhet fjalë ti vetë për shumë nga ana emocionale ku ke qenë më shumë si thosh emisionet drejt për drejt janë shik më të vështira. Janë të vështira, ne kemi bërë shumë vite. Televizion live drejt për drejt. Dhe nuk mësoj, dhe nuk mësohesh kurrë. Do të thonë sa herë, do të thonë e gjeje veten në një emision live, ishte ndryshe nga një emision që mund të jetë i regjistruar. Është normale. Plus kur ke publikun pastaj që ke edhe pjesëmarrës, ke publik përpara, është akoma më vështirë se sa kur je thjesht me kamerat, se kamerat normalisht ke vetëm një filtr, ndërkohë që kur ke kamerë ke edhe publik, ke dy filtra, domethënë do të bësh ballë dy gjërave të ndryshme. Po për fat mirën e gavetën e kena bë. Unë 11 vjet, sa vjet? 8 sezone e gjysmë. Ja. 8 vite e gjysmë kemi punuar bashkë. Unë, Genti dhe Kamela. Kështu që gavetën deri diku nga kamera e kemi bë. Top Channel, kemi punuar, kemi kalu goxha kohë bashkë, se atëherë kishte ndonjë volum pune 4 puntata në javë, për mos thënë më shumë. Dhe disa prej tyre ishin drejt për drejt live. Shumica ishin drejt për drejt live. Kemi filluar që të kishte ekspozita bashkë. Pastaj kaluam në studiot e Kasharit, po ka qenë goxha aty volum pune. Ne kishim përgjegjësinë e këndimit, që ajo nuk ishte gjë e pakët. Sidomos sepse këngët që përzgjidheshin dhe ishin goxha, ishin bazë të temës të mbrëmjes. Do durshi. Unë mend kam kënduar disa këngë që sa kisha ardhur nga Italia, domethënë edhe ishin kështu. Ishin si UFO për mua, nuk e njeh. Ja, kam heqë edhe unë fillim fare. Po, shumë siklet. Kënga parë që kam kënu ka qenë si Ducati vogël lije. Vjen nga Italia me menin, okay, fillova punë, top, tash ti. Rock, kënga parë si Ducati vogël lije. Nuk e ke idenë se mërzit, se s'dia me e kënu, se jo ka normalisht mënyrën e vetë, stilin e vetë. Unë bëj mend që kam pasur vështirësi me i këngë që më dhanë sot për sot, sepse aty mund të ndroheshin këngët, e kupton se gatrohesh kur je ftuar i thoshte jo se kam të preferuar, mund të bëhet kjo kënga tjetër, aty do ndrohe këngën, po. Punga e parë. Në këtë rast Sa kohë me 5 minuta. Është përshëndetur Gent Rushin që përgatiste në kohë rekord partitura për gjithë orkestrën aty, dhe mbaj mend që ka pas qenë oj erdi bilbili, oj erdi në lama, do më thënë, edhe shumë nga e kanë qëtë, e kanë nga burë për mua, unë Adele dhe Amy Winehouse, në Janis Joplin, këpëton aty ishte qikë më rehat, po, tek oj erdi bilbili, Një Ducati në ka ka tjetër. Po, aventurë më veti ka qenë, po Na ka rrit. Na ka rritur që është e vërteta. Edhe kemi kujtimet bukura. Na ka bë më fleksibël. Po. Ma ti se ke tentu, apo ke tentu këtë pjesë në Po e prezantim? tentova unë i vit, jo se nuk do të ka kështë vazhdu, po më nëshoj komplet formati të televizioni, u hap një Ing TV këtu, Po, edhe ishte gjithmonë me parametrat greke, në Greqi ka 20 vjetë si MTV-a, që ekziston në Greqi, edhe sollën dhe këtu. Edhe ishte i emision që quhet rock and roll, ka? Dhe i bësha gjitha vetë aty, me tekst, me Skenar. me skenar, përzgjedhje këngëve të gjitha. kameraman. Madje para disa ditësh Gerta Heta e radios sa i burr ka qenë emisioni vit mars. Është e bukur se unë fiksha trunin aty dhe dilte pjesë tjetër. Është si me që makinë të një gjuhë, makinë i kongë që e ke shumë qetë, kur je vetëm që të shmenesh, unë e bësh atë më sken, edhe më vërtet ishte gjë tjetër, kur e shifsha veten, pse që kam edhe kështu, se më pëlqejte, më të zgjedhsha gjithë këngët që kisha qef, duke ju përmbajtur gjithmonë ty në billboardeve të rockut, pa. Atë kishin lënë hapësirën ty dhe kishin lënë dorë gjithë. Skenën e kam bë vetë siç do isha në bashkëpunim me drejtoreshin. Po mirë, po i jepi ide me fjalë, kishe ti ide. Po. Kisha vu gitarën time, aplikatorin tim, gjithë gjëra aty. Sa Edhe ishte shumë një vit zati, po. Pastaj bësha 3 herë në javë ishte në televizion, edhe 3 herë në javë ishte në radio. Do më bësha të njëjtin emision në 2 gjona, në 2 formate të ndryshme. Në radio ishte akoma më bukur, se aty u tërbëjsh akoma më tepër, thriçat e njerëz e të gjithë që bëshim muhabet për gjithmonë për rock. Ne nuk frekuentoheshim ndërkohë. Ja, okay. Me gjëra fisinin jo fillti me një tjetër, apo s'do të fol kështu për jetë Kur fillova të frekuentoheshin. Jo, e di kanë. Se s'keni kush patoni se jeni këtu të dyve. Kam qenë prezantues. Me qira fjala para se të përmendje RTS-n e televizionin në Klan. Faktikisht në Top Channel u bë një vit
nuk e di nëse mban mend ti Genti, që i besoi për shembull një këngëtare prezantimi i një rikujtimi të një edicioni specifik të Top Fest. Dhe mua më rastisi edicioni i 5, nëse nuk gaboj, ku të ftuar ishte Fermo Maezi, Esa Kozima, Vitmar Basha, se kush ishte tjetër, domethënë. Ti ke qenë i ftuar me Marcelës me. Po unë isha Majt Karrikës aty dhe përshëndetje. Mirë, po që u njohët. Javën mirë se ardhjen filan edhe Vitmar Basha. Edhe kështu. Aty ka qenë domethënë thjesht knjoje, domethënë që prezantum, po pastaj e kam ndjek Vitmarin në disa live në ndër vite, domethënë në lokale të ndryshme të Tiranës, se më pëlqente shumë stili muzikor që sillte. Po nuk ishte kështu në ekol multifulme, thjesht simpati artistike apo i shkova nga mrapa, filloi të gjujt. Jo, ndoshta nuk ka qenë ashtu, jo, nuk ka Kam qenë. gjujt unë mas i qike, po jo atëherë. Jo se përgjithësi ishte pa mundës dhe gjithsesi bukur ishte. Isha? Por unë Isha gotë i dhe tjetër. Po flasë për fillimet është, ja fillove ti. Jo, me bukur, i bukuri që unë se kisha pa për shumë më parë. Dhe bukura ishte që edhe kur flise kishe shumë energji, të paktën si prezantim. Dhe nga ana tjetër këtë pas kishe edhe pjesën italisë. Që kishin përbashkët. Kështu që niste çik më shumë. Po. Kishin Njiti. Në këtë rast njiti. Njiti dhe mbajti gjatë. Sa bot? Ne bëm 8 vjet. 8 vjet. Kalun 8 vjet. Faleminderit. Nuk e di do t'i përballoj dot Vitmarit dhe 100 tjera. Jo më përballohen thjesht. Sa ditë që nuk duhet të jenë kalendar, do të di shumë kalendar. Atë e kena gjithë, vlla. Pastaj tham mos flasim për momentet e tija. Ishte gjoj, kur e kuptoj që s'është dita jote, kjo kishte përdori karikuse, përdora dhe unë, fut karikusin, mikte minus, nga 60 shkoj 59, o të që ka përdora jote. Karikusi nuk shkota. As karikusi. Performanca e parë. Bashkë, marrim me? Ka qenë live. Po, unë punoj në një lokal blog atëherë dhe isha kështu resident, isha çdo e thirrën ti Vitmarin. Çdo të njëjtë. Po, mbaj mend kam pastir edhe artistë të tjerë, se më than her pas here ndryshojnë pak. Unë si drejtoresh artistike. Jo, është po sugjeroja, domethënë, kisha dhënë një listë me emra edhe madje kemi ftuar edhe Renisi që qenë se më duket Renisi ka qenë një mbrëmje të Dada. Qenë vetë kështu, po bashkë. Bashkë jo, po. Ideja ishte që i besoj një artist specifik mbrëmje dhe unë thjesht bëja, si thuhet, ndërmjetësen. Edhe madje edhe art lokaj nga Prishtina. Kemi pasur një ca, domethënë, artistë dhe me distyre ishte edhe Vitmari erdhi një mbrëmje. Erdhi me gjithë familjen. Se janë gjithë muzikantë. Ju ndërkohë ishit... Jo. Akoma. Pas nuk ishim pafajshëm akoma. Ishte preja. Jo. Madje kishim secili jetën e vet. Kështu që nuk bëj fjalë. Por që me muzikë kështu kemi rastisur në Tiranë. Unë kam parë disa herë live, shkoja me miqtë që dëgjoja, siç kam dëgjuar dhe ju. Aty ku më pëlqente, domethënë, që ishte muzikë shpirti gjithmonë. Mundosha dhe që isha unë pushim, shkoja dëgjoja të tjerët, edhe me distyre ka qenë dhe Vitmari. Në Marcelës i pëlqejnë shumë këngët që tu nuk janë as beside albumit. Ato i luajshë album. Këtë e ke pas fajntim duket. Më bënte çudi se sillte sa covera të bukura, sa interesante, pastaj edhe Ishte ca këngë Johnny Cash, nuk i dita as Johnny Cash i Ja, stilin e ka pas gjithmonë ti Vitmarit. Unë që në fillim, unë e kam pasur gjithmonë Vitmarin Eddie Vedder shqiptar, sepse ka dhe në gjashmëri shumë. Më pëlqej shumë me timbrin. Shumë me timbrin e Eddie Vedderit. Edhe karakteri artistik. Ta kam thënë, po ta them dhe publikisht. Po edhe në shtëpi kur merr kitaren ndonjëherë tani se shumë rrallë merr, po që edhe shikojnë që xhiron me kitare se ulet në divan, e shikojnë që ja bezdiun se kam një televizor, se një reels që po shikoj.
Lu të shkoj. Edhe futet në dhomë pastaj edhe e dëgjoj që kur kap disa këngë del goxha e di vetë nga e ka natyrale sepse faktikisht zërin e ka nga babai dhe ka e çik zonën e shumë plus doni kom një gjuhë shumë qysh në adoleshencë. Si është kjo historia e trashëgimisë muzikore? Është familja edhe që tha Marcele. Mami është pianiste, dirigjente orkestre. Mami e ka shumë ka marrë shkollën e qenë e para dirigjente femër në 86-ën që ka drejtu orkestrën radio televizionit, po kemi edhe foto e kështu. Mami ka qenë super talent, i ka ra Ramaninovit kur ka qenë 17 vjeç. Po ta menosh, që është shumë i vështirë, duhen durë. Patjetër. Ndryshe, më thot. Pastaj babi ka pas qefin e kitarës, edhe xhajat që janë njëri piktor, po që luishin në shtëpi me kitarën. Po. Ka pas kënduar edhe në një film shkëlqimi, se dikush më ka thënë Artiola Tosca. Se i thosh, i kam thënë një herë, shkruaj her pas herë Artiola, se ajo është enciklopedi e këngës tironse. E përshëndesim Artiola. E duam shumë. Edhe më ka thënë, po ç'më pyet mua ti, ke vjerrin tatë, mund të pyesësh atë, sepse edhe ai ka kënduar në një film, ka qenë këngë tironse. Po, këngë tironse. Por këta janë më rockerë. Do në vitet 80 paktën pjesa e këtyre artistëve, mund të thotë se Sandri shumë mirë atë periudhë që po ishim festa në shtëpi dhe aty vetëm rock and roll do burbote aty. Na kanë tregu po. Maksimumi ishte minimumi ishte Celentano, se në fuqe do Janis Joplin. Po festat në qeftas. Po, festat në qeftas. Me batanie ke dritarët. Po do kenë qenë plot emocion me domethënë. Do ketë pat një lloj adrenaline ndryshe. Që shumë vërtet edhe ma i mena edhe ke Hotel Dajti, se shkyshin bëshin festa edhe ke Hotel Dajti për vit të ri. Edhe aty një gjësh i muzikë se kështë një gjuhë asiherë, ndërkohë që ishte në Chuck Berry, në edhe pa i knukush. Viteve 60-70. Mos ish boni vetëm instrumentale, se ndryshe haje. Psoj e keq. Masa ne notë që mas orës 12 plasa popullore dhe shport për ishin në gjithë. Duhet një dorë tradit, gjithmonë, për ta mbyllur. Po kjo ka qenë në bas. Kjo pastaj është një argument në studio. Po, për albumin e Vitmarit. Për albumin e Vitmarit kam qenë gjithmonë aty, do me thënë prezente, kam ndihmuar me një tekst të një nga këngëve të albumit 9, që ka prezantuar në 2019. Kush është më perfeksionist nga dy në studio? Po se di se dhe Vitmari ka ato të vetat edhe unë kam ato të mijat. Thjesht kemi mënyrën e ritmin e aprendimentit, e kemi ndryshe. Për shembull Vitmari është nga unë jam i avashët në mësim, po më ngel. Marcela ta mëso për 5 minuta, në është ato pëqenë dhe i kam njështë. Po në ka stërvit, sepse 5 minuta kap kongën, kap gjitha Do me dhe ndërëtim, po. Lullet, gjitha. Dhe kjo shpecia ime Vitmarin e strason, kështu që duhet të larg. Janë ca gjone për shembull kur bën cover që duhet t'ia gjesh që të paktën mos t'ia heqësh atë dritën asaj këngë. Marcela kap gjithën, e marrë gjithën për herë, mëse ne fillon me lullet, unë e filloj çyke lullet fillim deri në fund mëse. Nuk e di është. Do me thënë, në studio është e thjesht që unë dhe Vitmari të zihemi më shumë. Po. Është shumë e thjesht që ne unë dhe Vitmari të zihemi më shumë edhe fakti është që jemi ullur edhe për të realizuar një duet bashkë. Vitmari ka atë botën e tij dhe në mënyrën ka atë perceptimin e tij ndryshe të muzikës, pak më underground, edhe i kam thënë që do na pëlqente shumë që të kishim një bashkëpunim bashkë. Por e kemi të vështirë, zihemi shumë, kapemi shumë. Desha me pyet si ka mundësi që s'keni bërë akoma një album, jeni akoma ke një këngë. E di se çfarë ndodhi pastaj Renis, se ideja është që jemi midis shokëve këtu, por është edhe e drejtë që për gjithë ata që ndjekin një bisedë si kjo e jona, meritojnë që të gjejnë realen me të vërtet, pas shumë zbukurina. E vërteta është që neve u gjendëm të rritur me një zhanër muzikor ndryshe, me disa zhanëra muzikor ndryshe, nga çfarë këtu në Shqipëri pëlqet, ose të themi për krahët më së shumti, ose sjell më shumë edhe punë, se në fund ditës ne me këtë profesion jetojmë. Dhe
ka qenë gjithmonë kjo dilema e madhe midis, okay, këto janë këngë zemre, që do t'i dëgjojnë siç kanë dëgjuar këngët e albumit të marrë, siç kam edhe unë një kompjuter plot me këngë zemre që shkruaj me vargje siç na vjen ne. Ideja është çfarë impakti ose çfarë feedbacku mund të kenë tek publiku, pra ku do na çojnë këto këngë, ose sa do përqafohen nga publiku. Se ideja është jo vetëm investimi kohor apo shpirtëror në një projekt. Ju dini shumë mirë që për ata që nuk kanë një studio vetë ose nuk marrin vesh nga kompjuterat ose nga programet e regjistrimit, ti do të paguash një studio, ka një kosto nga mrapa. Dhe ideja është kjo kosto pastaj ku do na çojë, sa më tej do na hedhi ky projekt. Kështu që duke filluar nga kjo kemi mbetur pak më të stepur për të realizuar diçka bashkë. Nuk keni asnjë shok që regjistron fakt. Nuk njefni asnjë. Kemi. Kemi as këngët se duhet ulesh ta nxjerrësh që rrugë të stepur që se si edhe kjo pjesa do të thënë që sa keçi mund të jetë sa e kapshme për veshin e sa ti di që nëse ajo që ti do për shembull do të krijosh është masive e di ke parasysh atëherë edhe motivohesh më shumë për ta bërë për ta nxjerrë kur ti di të kundërtën pastaj që pra lini këto pikë pyetje të mëdha, fillon dhe stepesh në materialet e Marcela ka më të thjeshtë, sepse unë mendoj që Marcela ja njeh shumë mirë mentalitetin e shijes shqiptarit. Unë jam çik out komplet. Do të mundohem edhe shkoj vetëm ke ekstreme, domethënë ose kuptoj kush janë këngët popullore për shembull që i pëlqen një si thoni popullsi, ose këngët që mund të jenë hip hop ose të profilizuara më shumë. Puna është që si e the edhe ti në fillim, bona si dukat, po nuk është ajo gjë e knoj, po nuk e knoj tamam, dhe unë popullore se knoj do të tamam, po as rapin se knoj do të tamam. Që që tash të fillosh 24 vjeç se e mund, të hysh aty mrena, ndërkohë që kur jam makinë rrini gjë Mark Lanegan, për shembull Screaming Trees ose Pearl Jam ose Nirvana, s'mund të shkosh në studio të bësh gjë tjetër që s'e ke qenë. Ose populloren si Nirvana, kjo është absurde. Ti je shumë lezesh në fakt. Kjo është kontrast goxha i madh, kupton që ja ti tani i shembull, bëheshim ne këtu të dy neves, si duka i vogël. Më konga shkodrone. Ky marak. Unë e kërësha granë shkjojt note tamam. A i show arbër kostar, tha, po ikë bre lartë, këtë që do këtë këngë, ikë ndrohet. Si e di bre, po disa qefë që kisha, vdisë, se ishte tip ska. Më knajse, më kujtote këto Sublime që ka qenë grupë të dyre. Ideja është për te repertore që përzidet për një event ose për një live. Ideja është tek muzika originale, menduam që nuk ishim aq pop të mjaftueshëm në krimtari. Kështu që prandaj edhe unë për shembull nuk jam ulur më që të shkruaj vet, sepse i shoh që janë goxha për qefin tim ato çfarë nxjerr, ato melodi që nxjerr, ato mënyrën e perceptuarit. Po, dakord, vetëm se nuk është se dorëzohemi, pra mund të jetë një projekt për qefin e zemrës, si thotë në të raste dhe ti se do të kemi parasysh publikon për qefin tënd. Po për punë duhet pak më pop. Duhet më të knaqen njerëzit, po shikon që njerëzit knaqen. Ajo është detyra jonë. Ndodhi që për shembull unë prezantohem te festivali Kënga Magjike me këngën Thërrime Dashuria. Dhe kënga Thërrime Dashuria doli në ekran ditën e diel pas ditën orën 6. Unë të mërkurën kisha një live në Shkodër. Shkodra e kishte marrë këngën dhe e kishte bët veten. Unë futëm në lokal dhe gjithë Shkodra këndonte përmend këngën Thërrime Dashuria që asun vet se kisha përthithur edhe aq mirë, do të thënë ta kisha bërë timen akoma. Dhe nuk ishte kënaqësi më të bukur kur ti dëgjon që një gjë që ti e ke prezantuar për herë të parë, njerëzit ta kanë pëlqyer kaq shumë sa e këndojnë bashkë me ty. Ajo broritja e tyre, ajo këndimi bashkë me ty, mua më ka lezetuar shpirtin. Dhe kam thënë, e vërtetë është që ne kemi sa muzika zemre e shpirti, po përderisa edhe shihet e njerëzve kanë ndryshuar. Unë nuk them që të adaptohemi ne me shihetën e njerëzve, por të qellosh gjithsesi me një kompozim që Një vit mesme. Një vije mesme. Ajo është vija e mesme, po është më e vështira për të realizuar. Është vështirë. Dhe ne ndoshta këtë lloj mjeshtërie për me gjetë të vit mesit akoma nuk e kemi pjekur, si thuhet. Ne kemi pas studio para sezonit kalum. Piron, në përshëndesim, Piro Çakon. Po, në përshëndesim. E bëm në një farë mënyrë këtë diskutim dhe ai ishte me idenë që
që të kapësh një atë biletën gërvisht dhe fitoj që të qëllosh, do të blesh shpesh. Do të blesh disa bileta, sepse edhe probabiliteti rritet shumë. Kështu që nga krau tjetër vërtet është kjo vija e mesme që ne duhet gjejmë gjithmonë që të ishte perfekte. Por ka tjetër ka edhe njerëz që për shembull duan Marselën, duan Vidmarin, Gentin, kupton? Dhe ndonjëherë duan edhe që të din pikërisht se çfarë ke ti në shpirtin tënd dhe ta nxjerrësh. Dhe ndoshta ne pa dashje, të gjithë ne, se këtë hallë kemi të gjithë. Në pa dashje i mohojmë atyre domethënë këtë lloj kënaqësie për ta dëgjuar ashtu origjinal të pastër siç jemi, kupton? Edhe është një dilemë që s'do të zgjidhim kurrë pa eksperimentuar. Të tentojmë, se kjo dilema që po thoni ju kemi edhe unë me Gentin diskutojmë 100 herë, domethënë. Është për të thënë që dhe këtë dilemë ne e vuajmë vetë në person të parë pa patur një strukturë menaxheriale apo label apo shtëpi diskografike që punon për artistin. Pra ne të gjitha dilemat i kemi vetë të mendojmë se si do investojmë, ku do investojmë, pse do investojmë, si ta nxjerrim, a do pëlqehet, vetë e vujmë nëse nuk pëlqehet. Pra gjitha këto janë si thuhet short që ne hedhim vetë me veten tonë edhe në atë botën që neve arrim të kuptojmë apo të testojmë. Unë këtë verë për shembull jam futur gjithë diskografisë të këngëtares Mina. Dhe thosha, këta në vitet 50-60 kanë pasur në Itali një periudhë të artë diskografie. Investoi shumë lek mbi artistë të talentuar që kishin kaluar goxha vetë përpara, para se me dalë në televizion apo para se të investojnë mbi ta. Dhe thosha, si ka mundësi që Mina me këtë vokal kaq të madh dilte edhe me disa këngë në pjesën tjetër të diskut që ishin këngë komplet karamele për popullin e gjerë. Pra Mina të bënte ancora dhe pastaj dilte brulle mille bolle blu ti thua prit më dha. Që do të thënë është e njëjta Min, po aty vura re që është ajo fakti i biletave. Duhet me bler shumë bileta, që një bilet tjetë ajo e shpirtit e zemrës edhe ta marrin 10 persona, po mund të bëhet një masterpiece pas 20 viteve, se nuk e dihet kur, ose po ndërkohë ti me një bilet tjetër ja ke bler zemrën dhe 10 personave të tjerë. Pra të shtohen 10 ndjekës të tjerë në muzikën tënde, në rrugtimin tënd. Kjo është e vërtet, thjesht që si na ul, si na bombar. Jo, më di çfarë, po të freng zapë i gjot bukur fare thotë. Që ose ti do me bo muzikën e shpirtit thotë, i ke puno aty lavazhier. Nuk është legët. Edhe bëj muzikën të atë, puna që vej moment që ti lodhesh duke investuar për ke muzika jote, se nuk është se unë e kam njës 30 vjeç, e kam njës që 7-18 vjeç me bë këtë punë, që është momentin që lash futbolin, se ishte edhe si tip terapie që bësha me veten duke bë muzikë, që më barin 97-98, edhe kur ti investoj që bëj punë dytë, gjithkohës, dhe investon për një gjë që nuk të kthen mrapsh. Asgjë, është thjesht mushje shpirti, unë mush ka shpirtit, ku shko ka 36 vjeç. Bravo do burr të barku. Pragmatist Robi. Se Robi ka qenë me blej motor, ka qenë me boj udhtim, ka qenë me krim familje. Dhe nuk mund të fuzi gjithë lekët e punës vetë, i fuzi vetëm duke bo këngë, duke investim pa fund. Pastaj është për të thënë diçka, vështirësia jon ka lindur edhe sepse themi realitetin, edhe publiku në Shqipëri ka marrë një orientim dhe një dëgjim të një lloji muzike që nuk e diskutoj, po unë këtu jetoj dhe këtu mund të testoj nga afër se çfarë ndodh. Dhe disa herë ndihesh dhe i papërshtatshëm për çfarë masivisht dëgjohet apo pëlqejet. E ti thua, unë këtë gjë nuk e bëj dot. Unë nuk jam këngëtar për shembull klabesh, që të dalë me superpozim apo po deri diku. Të rishi këto standarde që janë krijuar këtu. Deri diku ne me Renisin e kemi diskutuar këtë gjë. Deri diku fajin e kemi edhe vetë, se nuk kemi prodhuar shumë. Po, është edhe vërtet. Kjo është, domethënë, ato janë që gjithkohës ato prodhojnë këngë, e dinë se këngët e veta mund të jenë këngë fast food, cilat mund të dëgjosh një javë, mund të dëgjosh një muaj dhe pastaj do të bësh se s'bën këngën tjetër sepse do ta mbash publikun e kariku. Ne këtë gjë nuk e kemi, ne mundohemi të bëjmë këngë evergreen dhe të nxjerrim këngë në vit. Ky është budalliku jon pastaj, se sa më shumë prodhosh, sa më shumë shohin njerëz në televizion, ti e di shumë mirë se kemi punuar në televizion bashkë. Sa më shumë të shohin njerëz në televizion, aq më tepër do ta vlerësojnë, imponosh dhe do të vlerësojnë edhe artin tënd. Çfarë do lloj gjëje të bësh ti? Imagjino që paralel me ty janë edhe 20 kolegë tjerë që bëjnë të njëjtën gjë. Kjo është. Vjen si një ushtri që i shkon publikut, i serviret me diçka ndryshe. Ndoshta ndryshon. Kjo duhet bëj gjithmonë, pra kemi fajin dhe vetë. Domethënë
si shoqëni, ne si shoqëni e kemi dhe e dim që është dhe kjo pjesë, sigurt që është dhe kjo pjesë. Pastaj është dhe gjë tjetër që unë mendoj që kur futesh pastaj kur nizën motorrat dhe truri fillon të punon, krijon, ndoshta rrugës ti mëson edhe nuhat, ashisa nuhati se çfarë ku të orienton më shumë. Për të gjetur të vijën e mesme të artë, është më e arritshme, kupton, sepse ti je në punësi për dhe të ke tentuar me një këngë që okay, nuk qëlloj. Me dytën ja afroj çik më shumë, kanë gjuhë 20 veta më shumë edhe sigur të orienton vetë rrugës. Instinkti. Kur rikshu kur zë plon motori, nisë makina. Bo podcast e pastaj. Është shpreh ta përkthesh nga italisht, domethënë ci facciamo la testa prima di rompere, la thonë italianët, domethënë ne kemi qenë nga ai brez që nga që shinim që ndoshta stili apo ai pëlqimi jon i muzikës mund të mos kishte një kthim pozitiv tek publiku, ose mund të mos pëlqej ku di unë, atëherë më shumë jemi stepur para se me fillu punën se sa ta bënim punën. Sigurisht me mendjen e tanishme i bie me i vu çik motorrat në prizë dhe në punë pse. Ajo që thotë Renize ka shumë drejtë që arrin që ta gjesh atë, si thon pjesën e ose orientohesh gjithkohës melodive që mund të shkojnë, këngëve që mund të shkojnë njëra tjetra. Unë më që se kom gjithë kursi me bo set listin. Misioner. Set listin është vështirë. Edhe unë kam problem. Nisi që kështu e tak deli gjë tjetër futi këngë tjetër për pa publikun, do shohësh publikun pastaj. Unë është një herë që publiku është shumë mirë, ti si jam rregull. Edhe fillon të thotë duke menduar se publiku do t'i pëlqejë ajo këngë. Do të këngë pa fikën të gjithë komplet. Se kupton? Kështu është edhe me muzikën e çik. Është shumë komplekse. Megjithatë bëjmë mirë që diskutojmë edhe ato që na shohin. Është shumë kjo teknike. Kuptojnë edhe botën tonë edhe dilemat që ne kemi. Marsi për shembull ka super këtë punën e ja gjithmonë ja. Yll fare më. Ma gjithmonë se shef në internet. How to keep your audience up. Si ta marrë shef edhe kurrë. Po kërkime. Unë di domethënë kjo analizë. Unë di për shembull disa menaxher këtu në Shqipëri që janë dhe të artistëve gjatë të dëgjuar dhe me emra më kanë thënë që e rëndësishme është thjesht në fillim, kënga e parë, një në mes dhe fundi ju tjetë madhështor. Se qa bëhet aty në mes, se qa bëhet mes e mërë vesh kush. Ne është pa në një dhe ti lesh bit gjitha. Unë asë njëherë do me thëmë se jam për mbajtës të listit. Vetëm kur kam në koncert që kam bëhë vetëm muzikën time, këngët e mija. Ose është njës koncerti për vetëm këngët e mija, si ishte koncert që do bëja vetëm këngët mija. Dhe në fund fare, këngë 4, kam pa publikun që së angazhohi dhe dija se kush funksionote nga vitet, eksperiencë në live e tjerë. Një dia kanë si çunat e grupit që më shifnin. Kështu po shpatë më burse ishin mirë me këngë. Po pse na lodhen me provë për çunat. A vash një herë, domethënë është edhe mbas publiku që i përpara. Normalisht ndryshon. Unë asnjëherë se kam një set listin. Kurr. E bën grupet e mëdha në botë në stadiume ndryshim në listës. Unë kam kitaristin e grupit Blerati. E fortë që më duron akoma, se me Blerati kam 15 vite që punoj. Dhe me thënë që ditën e parë që kam ardhur në Shqipëri, edhe ga The Voice-i, në mbrëmje kur mbaruam këto provat generale, se që ishin edhe në thonë, shkojmë pimi diçka, ka pas qenë Tirana Rock Cafe. Rock Cafe, aty, tek Sheshi Wilson, ka dytë. Edhe ishte grupi Na, që luan të ditë mërkure, kështu unplugged. Edhe hipën në skenë këta këngëtarët që merrnin pjesë The Voice, konkurrentët, kush këndoi Christina Aguilera, kush këndonte Beyoncé. Edhe e fundit i shantash jo, thashëm se dalën, se kam qenë çike ndrojtur, se s'duket, por unë kam pas vuajtur nga timideca, nuk e di se si përkthehet ndrojtja. Edhe kam pas çik problem unë këtë pjesën e daljes skenike, po thash plus vend që nuk njihja Tirana, sa kisha ardhur. Edhe e tha, po jo, do dalësh dhe ti thani, si dolëm ti, do dalësh dhe ti të këndosh. Edhe unë shkoj të kitaristi të Blerati, e thash më falë, a njef në gjën nga Jimi Hendrix, edhe a ngeli, këfton të që aty që bashkëpunimi dhe me të në fillim. Po, a i kam të shmend të gjithë të viteve, si që ishte dhe mërëm dark që ishte live, për shumë në një koncert në Shesh, edhe ta shumë, po, quna e keni aty caktuar gjithë me WhatsApp, hapër aty, playlist, edhe sa futën në sken, a je, tani kam su sekretin, e bën një check nga kur jam nga brapa skenë, thot, e njëse me të rrime dashuria? Jo. Nodhen.
Tani është momenti Gendo që të falenderojmë ata që na mbështesin, janë pikërisht sponsorat tanë. Dhe unë do të falenderoj Jack Danielsin, i cili është me ne që nga dita e parë e këtij podcastin, sezon e parë, dhe edhe sot që flasim është sërish pranë nesh. Faleminderit Jack për mbështetjen e pakurësyer. Faleminderit Jack. Gjithashtu falenderojmë edhe Jambon, e cila vjen me një ofertë gjatë muajit nëntor për të gjithë ata që blejnë në jumbo.al në vlerën mbi 1000 lekë. Transporti është falas. Shumë faleminderit Jambo. Vidmar, si është kjo puna e futbollit, se ma ke tregu historinë kur jemi takuar në verë dhe ishte shumë interesante. Po kam luajt që Vidmar ka qenë futbollist që 4-5 vjeç, po. Që 4-5 vjeç deri në 97. Hajde. Me Tiranë, po. Don profesori i parë ka qenë Chimuça. Ja. Ka qenë Chimuça sapo la futbollin se pati probleme ai me kavilën o me gjunin, duket se me gjunin, dhe ishte i ri, ishte 32-33 vjeç. Unë jam qenë 5-6 vjeç, 86-87. Pastaj kam bërë gjithë zinxhirët, ekipet zinxhirë, para trit. Deri ku shkoi ke drit? Deri ke drit që po fillojshim me dal me ekipin e parë 97. Pastaj në 97 ne na u prish kampionati atëherë që po vetëm 3 muaj kampionat. Edhe unë kisha çu kaseta, se me kaseta ka qenë atëherë, të aftësive të mia, në Itali, te Latina, te Lazio, mbari gjithani. Do filmimet e neshjeve? Apo filmosh vetë? Neshje, stërvitje, palete, gjujtje, gjitha ato gjëra që duhen që me pajë si që të mipshin mundësi të bësh provina. Unë shkova në bari, bona provina, bari me majti, unë thyva ligamentet e gjunit. Me nis ligamentet dhe korna posteriore që qua. Shku që nejta 6 muaj bloku. Do kisha qenë Gjorgjina, sot. Do kisha bërë jetë Gjorgjina, sot. Do ishe bosi Leao. Could help jeta. Jo, më qunë një ekip të kategorisë 3. Atër Itali. Po, lujta 6 neshje atje. Po ty të mori bari, ekipi bari, se bari ka qenë mirë. Po, ka qenë kategorisë 2, ka qenë Kasano, ka qenë... Don ty? Në Kasano, ke pas ke para të rinjt? Ai ka qenë lunte dhe me të rinjt dhe me ekipin e parë. Ishte këto dy, apo ishte kofshën kaq. Thash pra kisha qenë Gjorgjina sot, të prezantuese Rema. Bukur ishte. Pastaj më çuni ekip kategorisë të 3, po që ishte gjithmonë që furnizote me të ri ekipin e barit. Aty u vrava prap, neta prap 6 muaj dhe nuk E le pastaj. Si ke bërë to Lego? Shumë traumë, isha vetëm me luajt futboll. Do në lexoisha libra, nuk është se isha keq në shkollë, po ishte komplet mindseti futbollist, ti dalën aty është largës, po 4 mesit isha stërvitje, isha për shkolla, shkosha prap stërvitje. S'kisha si lloj vesja, si lloj gjojës fare. Dhe mos e ne duhet me bëu change komplet, po kur ti I fokusum dhe di me bëu vetëm atë gjë shumë mirë, mëse ne I bishit të fillosh çdo gjë nga fillimi. Dhe ka qenë fort, fal muzikës që më ka shpëtuar. Po me muzikën pastaj si shkojsha luajsha për me gjyt gosat edhe. Kështu e çon ajo periudha. Shumë ka qenë 17 deri Këtë me thënë të njëtën kohë që ndodhi kjo gjëja, I kishe bo akoma. Po, ishte shumë e bukur, se diqim pjaca aty në bari, luajsha në bari. E të vinin ato. Vetëm I bisha kitarës. Ish kitarës Trup fit pastaj nga futbolli. Po, stërvitjen kam pas vazhdu gjithmonë, më shumë palestër, me trup lirë, me gjitha, nuk rrishet do se futet ajo vaksina stërvitjes. Po futbol, që lutë më do, apo s'lut do të mo, si është gjëja? Një neshje prap 21 vjeç, edhe se kam prek mos e thyva prap. Po, qatë si ta Po, kur jemi kështu në plazh, s'kam prek më. Janë duke luajtur kalamaj për shkak. E shikojnë që shkoni pari për të marrë topin. Po, normalisht instinkti. Edhe unë nga që di që ka problem edhe që I ka shumë delikat gjojnë. Edhe të shikosh Marcele nga mrapa, Vitmar! Nërko që Vitmar e kam të dhëpë e stoponë. Sa vjetë një dhe I qa shpirtin të shkretit, I qa shpirtin për që ka. Kalu 15 vjetë? 15 vjetë, Dere në 2010-11 që kam pas shku e vija, se isha duke marru shkollën. Edhe I pësha provimet në Torino, u kthesha, I pësha provimet në Torino, u kthesha. Po,
15 vjetë në 97, 14 vjetë. Po përmes e Sojourner se kam hunë 2012. Shumë që atëherë quhet. Atëherë në më. Se nuk e rinovova më. Paka shumë kemi ardhur të dy në të njëjtën periudhë, se edhe unë 2011-ën, fundit 2011-s, pastaj 2012-ën që mendova të rija edhe 6 muaj tjera. Bën ndërkohë 15 vite, po kemi ardhur paka shumë nga Italia në të njëjtën Unë periudhë. kishe qik më shpesh, se unë mora pjesë në këngën magjike në 2007, po Top Fest, 2008-ën, edhe mëse ne shkojsha vishën, nuk është se isha komplet, ti ke qenë më e... Po librin e Jim Morrison kur e ke përkthyer kur isha në Shqipëri? 28-ën, mas i lash futbol. Edhe ajo ka qenë që Që librin e Jim Morrisonit? Po, ishte kështu, ishe ka 2 metorë duke përkthyer dhe mikte e menje nga gjithë kjo po se do isha me lujt, më 18 vjeç, 17 vjeç do me lujt. S'ka ndihmu. Je gjithë energjia, më do gjithë dëshirë për me jetu. Atë tipi jetet, do të futbollistit. Po, s'mun është më, që pa mund. S'ka gjë, fati Kasanës. Fati Kasan, Ja, i ka qenë edhe mirë, zoti kishte rezervuar fat tjetër për ty. Pra. S'besoj se qash. Jo. Po ti marrësh A më tani. thuj me më një blot do më më. I thuj jo valla. Jo. Tani shpirtnore, dashuri, zë. Bërë shtetës italian, ha? Para një viti, më në Ata mërë borgji i cigaret. Kjo puna. Jo vetëm një, po sa dush. Atë ka shku me marrë pjesën në Sanremo një herë, se tani mund ta bësh për shembull. Unë që e ndjek çdo vit, po sigurisht që të shkon mendja. Ja, të mbaroj. S'ke bën televizje. Jo, më pëlqen ideja të marrit pjesë në Sanremo, sepse është një nga skenat më të ndjekura nga të gjithë ne, domethënë edhe si institucion është, çfarë ti thua, është kaq i kuruar, kaq i bukur, paktën siç na vjen në ekran. Edhe po mendoj që është rrugtim i vështirë, sepse së pari duhet të jesh më e lidhur me Italinë. Me skenën italiane. Pra jo ka që shkëputur sa unë në këto vite u bëra me Italinë. E dyta pastaj di që edhe atje duhet të shkosh pak më i strukturuar. Flas që duhet të kesh një shtëpi diskografike që investon mbi ty, mbi një projekt caktuar, të kesh shumë këngë që të përzihet vetëm një. Nuk e di, pastaj vën diskutime edhe pjesën e moshës, se ku diun janë shumë gjëra që Moshës ka lidhje me pjesën e profesionit. Lloj overthinking. Jam pak overthinking mbi gjërat. Deri tani jam spektatore me shpresën, për mos thënë me ndjesinë që ndoshta një ditë edhe mund të shkoj. Se un jam pak kështu, eci pak me intuit. Vitmari thotë që sipas shenjave të horoskopit kines, se kjo është oriental, Vietnam që. unë i bie të jem shenja e miut, dhe miu që nga i dashur i Zotit, domethënë i dashur nga Zoti shumë sepse ka intuit të mirë, si i bie, mos flas keq. Kur zbulojnë diçka, i kap gjithmonë dhimbje stomakut. Kur edhe e ka më shumë Kur zbulon diçka në ç'kuptim. Domethënë që kur Ka një parandjenje. Kur i gjesh është e mirë apo e keqe për atë, ta ke kap stomaku gjithmonë, po edhe vetëm miu se është 84-s, Kim horoskopi. Unë duke si jam gjarëbri. Jo, ta kam bodhe ty, edhe ti miu je. Miu? Që kemi për Sanremo të dy më duket. Ta kam thonë atëherë. Po, që macja. Ti që ke kundërta. Macja me kinezën, lepuri me vietnamezën, se janë po e njëjta gjë është. A jam robi mirë të Mirë po takuam njëri një krashi në ishte, nuk e mbaj mend, një këngëtar, krashi i grupit tanë. Edhe krashi ishte bindur që ishte një tjetër shenjë. I thot Vitmari thot, jo më krash të ti e majmun. Krashi është i 81-shit, po është janari 81-shit dhe është pjesa që si thonë horoskopi oriental nuk e ka fiks, domethënë viti i ri aty ne i vjen shkurt ose në fund të janarit. Po krashi ka lind me 2 o me 3 janar, kështu që ai menote që jo tha, jam gjeli, unë tha. Jo, e thashu gjeli jam vetë, se jam i shkurt. Ti e majmun edhe vazhdon të thoshte. Se ne, për ta rregullu. Po majmun. Po kështu kemi dhe gjysmën e familjes, vazhdon i thotë që ti e majmun edhe ti e majmun. Nëse, po për sa i përket se kjo është një botë në vete Vitmarit,
Pra çfarë është numerologjia, astrologjia? Shumë interesante sa ajo pasionuar është vitmari. Shumë e pasionuar dhe ka një memorie të hekurt mbi këtë. Pra te numra. Po tekstet e këngës i më në larg. E ka të çuditshme memorien. Dhe tash ajo intuita ime prej njëut, thotë që pse jo, edhe Sanremo duhet me vizualizu gjërat që ta vinë nga universi, kështu thotë. Ose duhet të shkruash me letër në fund të bllokut. Tani unë ose prezantuese, ose këngëtare herë kam përshkruar. Ata bravo të them. Dash zoti. Po, Marso ti përpara se të vishe ke Voice, ke pas kënu në Itali, çka ke pas bërë përpara se të njihnin shqiptarët? Atëre, unë kam filluar e vogël, flas që në 9 vjeç zbulova që kisha këtë pasionin për muzikën, se ato kohë doli The Bodyguard me Whitney Houston, me Kevin Costner, edhe unë tentoja të imitoja Whitney Houston, sigurisht. Mbaj mend që ne kemi jetuar vetëm një vit në Vlorë para se të riktheheshim tani, se kishim qenë një herë në Itali 93-95, pastaj prindrit u kthyen prapë si klandestin pa dokumentacione në Shqipëri, sepse donin të jetonin në Shqipëri dhe të rrisnin fëmijët e tyre në Shqipëri. Kështu që ne ndet qëndruam pastaj dhe kapëm periudhën e 97-s, dhe 97-ën prapë u kthyem në Itali. Dhe ndërkohë në atë vit kam jetuar në Vlorë. Madje në lagjën Çole të Vlorës. Aty ku kërciste. Aty ku ishte vatra e qetësisë. Edhe mbaj mend domethënë që të shkallët e pallatit unë organizoja koncert me publik, si amfiteatër, i rreshtoja gjithë kalamajt domethënë të shkallë dhe unë vetë këndoja poshtë. Që të kisha publikun tamam si amfiteatër grek. Edhe aty domethënë vinin prap komshit është sa bukur këndoje, më ne këndoi një herë atë këngën, aty më fut në mendje mua. Madje ishte periudha e Sanremos që doli dhe Ivana Spanje me Gente come noi, Giorgia, që ishin këto. Edhe tentoja ti ripërsërisja unë ato, të sillja edhe në shtëpi, po duke përdorur shumë mjete rrethanore, s'kishim as mikrofone, kuptoni, një llak, një deodorant si mikrofon. Dhe mbi të gjitha në korridore, në shkallët e pallatit ose në banjë kishte akustik perfekte. Dhe ajo ishte bota ime. Po pastaj kur ikëm në Itali, që vitin e parë kishim lëndën e muzikës të detyrueshme në shkollë 8 vjeçare, dhe mësuese Emanuela Chiassa më jep një kaset të Fabrizio De Andrés, që sapo kishte ndruar jetë. Unë dashurohem pas Fabrizio De Andrés dhe pas poezisë të De Andrés. Dhe aty i futëm një botë të kantautoratit italian në mënyrë shumë e kokju futa, dhe jam me vërtet shumë e ulumtuar për atë, me janë shumë e informuar mbi atë botë. Dhe mësuese Emanuela realizoi një kor që do këndonte disa këngë të De Andrés, të disa të tjerë autor. Ne ishim 8 vjeçare, më thënë ishim të vegjël fare. Dhe unë përgjatësi gjithmonë blinin nga fundi. Përgjatësi për edhe pak përmbushje, që është e vërteta. Se zia tjerë, kalamajt e tjerë. 6 kalamaj nga mbrapa. Me linin nga mbrapa. Ndërkohë që mësuesja e vuri re që ajo goca në fund fare kishte zë shumë melodioz. Dhe më thotë më hajde tu. Edhe aty pastaj më veçoi nga të tjerët dhe më dha një repertor 2 këngë vetë, solo. Dhe filluan këto festat e shkollës, ne kishim le giornate degli studenti në Itali, ditët e studentit në fund të vitit, ku i jepesh liri totale nxënësve për të krijuar spektakle, teatre, faleminderit, edhe për të realizuar, domethënë, nxjerr talentin e tyre në pak, kush me teatr, kush me si prezantues, kush si instrumentist, kush si këngëtar. Dhe unë dola dhe këndova për herë të parë që në 8 vjeçare, domethënë, dhe nga aty pastaj në lice, unë kam bërë liceun klasik, që nuk është liceu muzikor të në Shqipëri. Është normali, po është. Është shkollë e përgjithshme e mesme. Për kanto. Jo, është më tepër tek literatura dhe te filozofia, sepse kishim të detyrueshme 5 vite greqisht të vjetër, 5 vite latinisht, filozofinë të detyrueshme, historinë e artit. Dhe aty faktikisht si shkollë, duke qenë se është nga më të vështirat. Scientifico. Ajo dhe scientifico, pra ishin kjo që ishte të themi tek lëndët pak më letrare, e tjetra pastaj tek lëndët pak më scientifique, shkencore. Këto kanë qenë 2 shkollat që ishin kulmi për dijen dhe ishte e vështirë. Unë kam qenë studentja e parë shqiptare që në atë provincë merrte pjesë në një shkollë të tillë. Sepse realisht shkonin fëmijë
të njerëzve më të përgatitur, doktorave, njerëzve, më thënë kishim gjithë librarin në shtëpi goxhat madhe, po. Latinistën do ta dishe, se dhe unë kam dash me shku ke shkollë, po nuk arrita do të me hy, se dëshin latinistën e mirë. Unë kam qenë shumë student e mirë. Ekonomikë. Vërteta me njoh vetes të. E kam dash shumë studimin, edhe më kanë dash fort edhe mësuesit, përpos faktit që disa ishin dhe pak raciste, ha. Se jo gjitha pranonin që vinte kjo goca nga Hiçi, nga Shqipëria, Albania. Sidomos ato periudhë ku në përlajme, në për kronika dilnin vetëm emra shqiptarësh, edhe ishte shumë e vështirë. Domethënë derisa doli Kledi Kadiu, mbet ato romanin në televizion, ne jetonim një lloj stresi, një lloj presioni të gjykimit, jo kaq të vogël, domethënë. Por prapë mësuesit u dashuruan me mua sepse realisht isha nxënëse që përkushtohesh, edhe pata fatin e mirë që në atë shkollë kishte shumë nxënës të tjerë në klasë me mua, në klasat paralele, që vinin nga një përgatitje muzikore goxha të mirë, dhe mbi të gjitha ishte pellgu aty i muzikës blues. Do me thënë, prindrit e tyre kishin kultivuar bluzin që në vitet 70, kishin qenë tipik fëmijë hipish, bravo. Dhe do me thënë, në nisa pastaj nga aty më filloi nga Muddy Water, nga filloi një botë tjetër për mua që ku e gjeta veten shumë mirë fal edhe timbrit vokal. Ky timbër pak i qerrët, madje dje para disa ditësh do me thënë ndroi jetë Beppe Vesikjo. Maestro dirigenti, po. Dhe unë madje bëra edhe një postim me një foto të tij sepse mbaj mend që në formimin tim artistik Beppe Vesiku ka qenë me vërtet shumë i veçantë, shumë i rëndësishëm. Unë kam bërë disa laboratore me të, pikërisht mbi kanton, dhe ai ishte nga të parat që më tha, është e çuditshme, tha, sepse ti ke notën blu në zërin tënd, që është tipike bluesit. Dhe aty pastaj u fokusova unë. Dhe kështu që aty formova dhe bendet e para, për me shkurtu pak historikun tim, duke luajtur soul, rhythm and blues, soul music, kemi pasur disa formacione në provincën e Romës që ishin goxha të dëgjuara. Pastaj u propozua që të bëhesh bendi mbi repertorin e Jimi Hendrix, dhe unë deri tani më thrasin Gjima akoma në qytet, sepse isha e vetmja femër që interpretonte repertorin e Hendrix. Për një kërkove dhe bleratit. Po, isha e freskët do ka repertori, një që përmend. Dhe mëtej pastaj Woodstock, dashuri, dhe me thënë gjithë periudha e viteve 70, me Led Zeppelin e me këta. Periudha arte, muzikës. Periudha arte. Me thënë, aty në një farë mënyrë të teletransportohesha, me thënë, ndjeja veten edhe në veshje, edhe në se si rregulloja flokët, dhe me thënë, aty ka një revolucion. Ka pas edhe kjo unë, do me thënë, gjithmonë, ndikimi i viteve 70. Unë një fjalë, do me thënë, vija isha i 10 vjeçar që kisha ngju The Doors, dhe isha dashuruar mas Doors, dhe po them drejtën, këtë formimin tim të muzikës të viteve 60, 70, 80 unë kam marrë në Itali në moshën 18 vjeçar kur kam shku, kështu që Italia ka gjithmonë atë. Ta jepën këtë mundësinë për që të krijohet, të fusen në për këto çerdhe dhe në thojza të njerëzve që kishin pasion atë lloj muzike të viteve. Edhe të dëgjoje muzikë pop ose radiofonike. Do me thënë atë pellgun ku po rritesha unë me ata muzikantë që më ishte blasfemi, apo të merrje pjesë ti në një talent show. Ata të shikonin si gjë, do me thënë që s'vleje mo i lek, kupton, sepse konsideroheshe si një gjë shumë komerciale për ta. Mainstream liku ishte papranueshëm. Televizionin përgjithësi, do me thënë vazhdojnë. Ata janë kështu fanatik të një lloj muzike dhe mua më bën mirë her pas here të kthehem atje, se në një farë mënyrë sigur marr një tjetër lloj oksigjeni dhe më duhet, më kthen në bosht. Larg nga komercializmat, larg nga gjërat që ndoshta tani kudo në botë edhe në Itali, sigurisht kanë marrë më vrull. Dhe aty pastaj u vlerësova disa herë me çmime si interpretuese shumë e mirë, kam studiuar me profesor të mirë privatisht, sepse kur unë isha 18 vjeçe, pastaj tentova konservatorin, ndërkohë që familja thoshte ti duhet vazhdosh, për mami thoshte vajza të bëhet avokate, babi thoshte mësuese anglishte. I shkollë që tjetër lekë sigurta. Ndërkohë unë studioja çdo lloj gjëje dhe baja temp jazz poshtë me këmbë. Kupton, unë baja temp shuffle me këmbë, dhe isha në një botë tjetër. Dhe konkurova për të hyrë në konservator në Santa Cecilia atëherë. Mirë po, nuk ishte dalë akoma kursi për kanto jazz.
Dhe atje ishte vetëm klasike. Dhe mësuesi im atëherë Fulvio Tomaino, një nga profesorët më të mirë. Ai është për mendimin tim doktor i kordave vokale, sepse me një të dëgjim të thotë edhe çfarë problemi mund të kesh te kordat në nivel anatomik. Jo vetëm në nivel teknik. Më pati thënë Marcela, impostimi lirik tek ty do të bëj që ti të shkatron këtë bukurinë natyrale që ti ke, këtë veçantitë zërit që ke. Që vazhdoj tha privatisht, por privatisht do të thoshte mane. Dhe si fëmijë imigrantësh na aq mundësi kishim, kështu që bëja 2 live, bëja një punë tjetër, plotsoja të 60 euroshin, shkoja në leksion, njëherë shkoja, njëherë nuk shkoja, njëherë shoqëroja shokut që dëgjoja të paktën teknikën që mësonte mësuesit e shokut. Dhe kështu. Pastaj kisha formacionin tim, Marcel Trio quaj, ku aty zbulova pastaj çfarë ishte lap steel, loop station e çfarë këto, se me të vërtet muzikantët që me të cilët jam rritur më kanë dhënë ABC-n e kësaj pune. Realisht, domethënë se janë shumë të talentuar. Janë dhe shumë metikolozë, thonë ata manjak të punës dhe të soundit bërë mirë. Ata punojnë shumë me soundin përveç se me virtuozitetin. Dhe për mua që shkollë falas, që unë pata fatin ta përjetoj me ta dhe të mësoja shumë nga ta. Dhe kur kam ardhur në Shqipëri, në 2011 për The Voice, unë sapo kisha mbaruar një tur në Angli. Dhe isha mësuar me skenën, me disiplinën, me teknikën, me dhe faktikisht erdha sepse hajtë të provojmë me eksperiencën në Shqipëri. Se këtë dohet pyesja, domethënë kur erdhe me idenë që do shkoj atje të bëj karrierë atje apo do ikë herë edhe syti kam te nga Italia prapë. Po unë Tirana për shembull nuk e njeh fare, ndryshe nga vitmarrja që kthej her pas here sepse ishte qyteti i tij, Tiranës. Kurse unë Tirana nuk e njeh fare, unë erdha sepse pash një publicitet në Wake Up atëherë Ledioni me Enon, starton një emision i ri, merrni pjesë dhe ju nëse keni zë të bukur, unë dërgoj një email me You make me feel the natural woman të Aretha Franklin që kisha regjistruar në shtëpinë e sa shokëve të mi kalabrez që ishin muzikant. Edhe Joy Bako kishte dëgjuar seleksiononte zërat dhe kishte thënë që kontaktojmë të vajzën se që ka zë i mirë. Dhe unë vi kështu tafti bafti pa ditur ku po shkoja, se ku do më çonte kjo eksperiencë. Faktikisht aty propozohej që do fitoja një kontratë diskografike në Universal Angles. Se kështu ishte atëherë patenta në gjithë botën që fitohesh një kontratë diskografike. Thashun ja si do kthehem në Angli. Si zonjë. Po e fitova atë si zonjë do kthehem. Pastaj mbaroi The Voice dhe më propozuan që të punoj në Top Show. Thashë, okay, derisa zjat, thashë po është mars, ta të paktën deri në qershor do zjasë. Thashë, okay, deri qershor. Edhe kaloi shumë. Kalon 8 vjet. Ja po vjeç shumë vash. Shumë bukur. Po kam pasur fatin realisht që Italia të më jepte shihen muzikore, të më jepte pak edhe kërkimin pak më të thellë për sa i përket artit, sepse të jep ditoria ata e kanë këtë të mirë që në çdo sektor do bëjnë verën. Tek verat janë më të specializuar. Do bëjnë një gjë bëjnë tamam. Dhe për sa i përket muzikës më ka dhënë me vërtet një botë që jam e lumtur që kam jetuar aty sepse realisht më dha shumë. Edhe eksperiencë, por edhe dituri, edhe pak më të rafinuar në muzikë. Kam mësuar shumë realisht. Sa kam fol për Zotin e Glodhe. Shumë. Ke fol bukur ama. Se ka sa që flasin shumë. Sona si gjë. Pastaj 8 vitet e fundit kam qëndruar në Shqipëri se erdhi l'amore della vita. Dashuria o miku im është ndecë do kalosh. Dgjoj. Ju të dy keni jetuar në Itali përpara se të jetoni këtu si rezident në Shqipëri. A keni një plan se njoh shumë njerëz edhe që janë të famshëm, ndoshta, mos përmendem emrat, që kanë këtë planin kështu një gjë do punoj deri këtë moshë dhe pastaj unë do i njëri thot në Amerikë, tjetri. Jo më larg se sot mëngjes. E keni një plan që në një të ardhmen të afërt t'ia plasni prapë nga Italia ose në vend tjetër për të bërë jetën e tërhequr? Nuk e di, Gendi mund ta thotë vetë se ka jetuar atje. Unë mendoj që në Itali është bëhet jeta më e bukur në botë. Nuk krahasoj, thuj Angli, okay, po. Mund të jetë Angli, Gjermani. Sidomos kur rritesh, domethënë që merr fazat e para të adulthoodit, si thon, të pjekurisë, maturitetit. Kur merr këto fazat e para, pastaj gjithmonë e ke kokën mbrapa. Kur do të bësh një udhtim në diçka, e para që është listë është Italia. Okej, po.
Shtetet janë ushqime zhyll. Ato qytetet janë shumë bukura. Ka histori, ka det, majtës, det, djathës. Ky është muze i qellë hapur për kohë, çdo qytet ka. Unë për shembull ndryshe nga vitmarri them, Italia e du fort sepse realisht ndihem edhe italiane. As diskutohet se kam jetuar që 8 vjeç aty edhe aty studiova, aty kam shoqërinë e fëmijërisë, aty kemi kaluar dhe shumë vështirësi që na kanë pjekur dhe na kanë bërë edhe që të vlerësojmë disa gjëra të mëdha të jetës, e kupton, sepse kemi patur shumë peripeci edhe si familje dhe si histori imigrantësh, domethënë nuk ka qenë kaq e kollajt, Patjetër. por që më ka rritur në një farë mënyrë dhe por unë për shembull do thoja që nëse do mendoja një jetën pas disa vitesh, e vetme gjë që do doja është që të isha sa më afër me natyrën. Dhe me thënë, çfarë është fshat, kudo që t'jetë, në edhe fshatin e jugut të Shqipërisë për shembull e dua shumë, ndoshta sepse më thret rrenja edhe e ndjejmë për shembull fshati Lepenici gjyshës time. E ndjej sa mri aty në zonën e Vlorës, e ndjej që ka diçka që më përket, ose qoftë edhe Shëngjergjin në Tiranë, kupton? Fshatin përgjithësi mendoj që ruan akoma atë lezetin e shqiptarisë të vërtet. Problem se burri do me tik në Itali, ti do me Jo. Ska gjë më online. Me podcast dhe online. Wireless. Jo, nuk është... Do me shifri vetën mas 10 vjetësh në Shqipëri, apo diku tjetër. Nëse do ishte fshat, po. Unë kjo është përgjigja ime. Nëse do kishim atë baçën ton, ku mund të mbjellin një sa gjëra bio, larg metropolit, larg zhurmave, larg arit ndotur. Qoftë edhe për një studio të vogël, me prit sa miq, me kalu, domethënë çfarë po vëre, ndoshta unë si person gjithmonë kam qenë shumë e thellë, domethënë nuk i du gjërat shumë superficiale, kështu i kam pas çik alergji. Unë dua që koha, që ka gjëja më e rëndësishme, të ketë vlerë. Mos jetë ky vrap për çfarë po vrapojmë në fund ditës. Me thënë, kur ne po humbasim momentet më të bukura me prindin për me pi kafe me njerëzit e zemrës, kot shijosh një dallk deti me një shok, me një shoqe në këtë rast, domethënë dhe thjesht të meditosh, të bësh një bisedë pak më të vërtet, më reale, se në të vërtet këto janë vlerat që do marrim me vete, nuk kujton asnjëri kur dikush ikën sa para bën një jetë, ose se sa do kujtojnë vlerat e të njeriut. Sa dashuri e dhëna kanë marrë një Dhe dashuria ka të bëjë edhe me faktin kohor, është e vërtet kjo. Ndonjëherë duket kur ke atë ritmin e lartë punës, duket sikur je thjesht spektator i jetës tate, vetëm kalon kështu para sy, bëra edhe këtë, duket sigurisht kështu, sikur e sheh veten tate nga lart, nuk shijon asgjë, vetëm kur e sheh veten, pasi ke bërë 4-5 gjëra në jetë, shë vete që ka kalu një 10 vjetë, kupton? Pa e kuptuar. Je 10 vjetë me i vjetër, edhe thu, shumë mirë, patën sukses, ja dolla ke këto gjëra, po... Ke humbur shumë... A mund ta bëja edhe më ndryshe, që t'ishte kjo që thot Marseta, që mund të kishe më vlerë, sekundi, minuti, koha, do më thënë. Po s'kena i manual të ndeksh. Duhet ajo jeta dytë pra, herën e dytë e dinu se jetoj jetën. Ne të dy faktikisht jemi shumë, dhe me thënë, të dashuruar pas natyrës edhe kërkojmë, me qoftë edhe kur kemi një hapësirë pushimi nga puna, fundjavë, çfarë do që të jetë, dhe me thënë, ne mundohemi që ta shijojmë pak, mua fshatet në Shqipërinë përgjithësi më bëjnë ta dua shumë këtë vend. Ka dhe disa njerëz që më frymëzojnë, domethënë, jo vetëm botën e muzikës, po ka dhe disa njerëz që janë goxha patriot me mënyrën se si kanë ndërtuar jetën e tyre, siç është për shembull Altini Mrizi Xanave. Ai ka dhënë vlerë jetë përsëri një zonë që deri diku po shkonte në harres dhe ka aktivizuar shumë familje nëpërmjet punës tij, ka bërë atraksion atë vend. Domethënë dhe unë vitmarrjes së re që kemi në një moment që themi mos vallë duhet të provojmë diku tjetër, ne shkojmë tek këta njerëz edhe me një gest shumë të vogël, qoftë me përgëdhelje të fëmisë ose me ti shikon fëmin që ku dëgjon vrapon pas patës, gjëra të vogla, dhe ti thot, kjo është jeta më, me thënë këto janë gjërat reale. Nuk është kaq e ndërlikuar. Vitmarri për shembull ka qejf ti kthehet një diçka që është kultivuar në familjen e tij, që është bletaria.
Çfarë është? Babi dhe Bletaria. Bletaria. gjyshi dhe babi kanë pas majt bletë përpara. Babi ka majt 30 vjeta, 35 vjetë ka majt bletë. Gjyshi tamam, unë jam rrit me bletët. Po së rrit do të që të marrësh 3 kosherët, i qosh këtë gjonë. Duhet i ndjekësh. Se duhet i ndjekësh, edhe si del do të me kohën. Edhe masani duhet me boj, si thoni, bilans edhe me ekonominë. Ekonomik, po. Po, Se që të merresh me këtë punë do të lesh gjë tjetër. tjetër, tash do të jesh edhe çik Terezi ose të paktën të bësh një plan biznesi që të thush, okay, për 2 vjet do merrem me këtë derisa ta bëj që për shembull bletariet më maj edhe Që të thej financat, po. të thej financat, po nuk mund ta bësh kështu se si jemi 20 vjeç. Ashtu është. Nuk është vetëm çështje pasioni, është bësh. Kështu që kjo është Dilema dhe Po, jetës. ndër unë e kam shumë qejf. Donë këtë punën e bletarisë. marri bleta, madje kemi qenë do me thënë përveç se jemi konsumatorë të mjaltit dhe qumshit bletës kështu të shumë Për shembull, ne herë kam bën shtëpi microgreen. Janë sa kështu si fara të vogla që i vën shtëpi me dritë. Marrë çfarë është janë? Ja, shpjegoj të sa. Pra ne thash marrë çfarë është janë? Ishte në boxe. Doli burga. Janë para brokoli, për shembull, para kështu si quhet tërqe, po qepuj. Që është pafajshme. Janë vetëm sythi dhe këto, nga që lexojsha shifsha në internet, kishin gati 67% më shumë se sa brokoli i rrit, ose sa qepa i rrit, ose sa fazolina i rrit. Sepse janë thjesht ai burimi i sythit parë. Po. Ato për një hap bëhen janë për prodhim direkt. I përdorin dhe për restoracione gourmet që e vënë llamat i paske ble llamat. Llamat i paske ble. Është një bimësh tash. Ishte një periudhë që kishte po çojmë mëngjes edhe vitmarrit desaparecidos në shtëpi nuk gjende ishte në të dhomë të voskël, edhe më thoshte mama mos e fik dritën, ë? Startoti ishte lehtë, ultraviolet. Po ishte shumë që po janë shumë, kanë shumë vlera ushqyese në fakt. Ja, këtu te këto hotelet e shtrenjta e kanë kështu si diçka që dekor si dekor, po shumë e mirë. Do është shumë e mirë nivel se bësh edhe servite atë shumë palestër. Edhe tu fol me çuna thoshin çuna, po duhet më hangër microgreen me grushta, se kanë shumë që të rekuperosh ato gjëra që kanë zjerr. Pse djersit shumë, piken shumë kri për e gjënë. Edhe ju futa microgreen. Duke bërë microgreen. Në apartament. E pas keni nisë, dhe me thënë, rrugën drejt shtëpisë private. E kemi shumë Të posa prova për këtë pjesën fshatit. Kemi shumë që vonë, mendoj që edhe aloe vera e kena mush. Atë. Me jemi. Me thënë, Pusën juve ndërkohë. Unë kam dhe nusën time që më maron për bim. Imagjinoj ka mbjellni kështu far avokadoje dhe po të them kur hiknim me pushimin e herë, ato rrallë herë që hiknim se është në punë nga 12 orë, aty e kishte menjen. 2 gjërat kryesore, macja, që prap ke fshatin, shoqë normalisht. Maca mund të marrësh në apartament, po ama macën e ka shef kështu se ka i macë që lën lirë pas e kthen në shtëpi. Edhe të bimet. Do të thënë edhe unë drejt asaj rrugë jam, kështu që vetëm se sigurisht pastaj janë zgjedhje që duhen bërë të mirë menduara, sepse ç'është e vërteta ka ca fshatra që ta lejojnë të kesh kontakt vazhdueshëm me qytetin, ka disa të tjera pastaj që do të izolohesh. Të izolojnë pak më shumë. Pa themi gjyta, themi frasë se dashim kapi me macën, me macën. Sa vitmarrit e bushit me ca macë. Thonë që kur ti ke bërë diçka të mirë në jetë, universi të sjell gjithmonë macë, kështu që më mirë që e ndjekë. Po, vitmari sa macë ndjek momentalisht? 5. Kështu që ashtu mund ndjekin gjithmonë ato. Një kemi në shtëpi, 4 i kam jashtë. Ua, që ushqen. Po. Atë shtëpisë kemi kështu, Po shtëpisë diskutonë, po ushqeva shtëpisë. Është shfaqzon prapë, datë selida. Na shfrytëzon praktikisht. Edhe 4 tjera, se ka ngel shtatzoni. Marrë këtë histori. Po shumë mirë në botë. Do fillojnë të bezdisën. Ja 4 tjera, do thosh me hikën se na çmenën. Jo, hikën, mas si far kohë hikën, nuk është se rrinë gjithë. Ajo është, po, tamam. Largohen vetë. Këtë punë kemi dhe ne, si familje. Ku ka macë rrugën në ndjekin, gjithmonë ato që kanë bërë klysha. Në çdo pallat, dhe këtu ke pallati i mamës time, kishim një macë që kishte bërë klysha ke ne, viti gjithmonë ne jepshin me hungur, prapë dhe ke pallati i Janës. Gjithmonë na ndjekin macët. Dhe ajo rrugës, vetëm ço video që i shkojnë macët nga mbrapa. Dhe macë keni këtu podcast. Keni afër.
Me thëmë se ti vetë ushqesh. Shumë faleminderit i herë që ishit. Shumë Faleminderit juve. Ja, me rastin u takuam. Do thonë, ja, këto teknologjitë e reja, këto mënyrat e reja të komunikimit ndihmojnë edhe për me u ritaku. Ne bëjmë një bisedë. Shumë kishte marrë malli, sinqerisht. Ne bëm bledhje her pas here me Gentin nëpër shpira. Kështu gjë, zakonisht që shpira e nisit. Kështu që do mlidhemi shumë shpejt, mos ngelemi vetëm nëpër podcastera, nëpër emisione. Shumë kënaqësi. Do mlidhemi për male. Si era punë që më takuar. Ajo gjë e bukur është po ndodh rrallë, kupton? Kështu që duhet edhe të vetë ftojmë njëri tjetrin, mos. Po juve si jeni me këto ecjet male këto kështu? Unë adhuroj, po kam shumë kohë që s'hec. Kjo është puna për punës. Se mund ta kishim organizuar gjë kështu. Po mund ta bëjmë. Një takim. Ne na mungon shoqëria që është e tillë. S'na ka munguar thjesht se kemi bozë muhabet, po. Gjithë shokët tanë Male Vengelën, male Vengelën. Do të takojmë në lokale, valla. Faleminderit. Faleminderit që Faleminderit ju. Jeni shumë të mirë, edhe ju urojmë sukses. Suksese të tyre. Ne ju duam shumë që këtë ta dini. Idem, gjithashtu. Faleminderit. Zonja Zotrin, ne kishim me këtë puntat që patëm. Shihemi javën tjetër. Ciao. Tschüss.